Përshëndetje, si jeni? Mirë. Atëherë, zoti Shehu, faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje. Protestat e opozitës, cilat janë skenaret? Çfarë do ta diferencojë nga protestat e tjera? Protesta do jenë gjithmonë duke forcuar, duke shtuar vullnetin e njerëzve për të përballuar me të regjim. Domethënë është një protestë demokratike gjerë që do shprehë vullnetin e qytetarëve shqiptar ndaj të regjimi, i cili realisht ka krijuar fatkeqësi, do thoya, jo probleme, fatkeqësi të mëdha kombëtare, sociale, të gjithë shqiptarët duke detyruar ata të praktisin vendin. Është do jetë një protestë e madhe, një protestë e fuqishme në bazën e protestave për të përballur me regjimin dhe për të rivendosur vlerat e demokracisë në Shqipëri. Shumë është folur dhe nga analistë apo nga njerëz që vinë nga radhët e antarësisë që të gjitha opsionet janë në tavolinë. A mund të ketë një grevurie kësaj radhe? Grevurie nuk është për mua, nuk është e kanë rëndësi të madhe, si ka protestat. Dhe si kanë qytetarët shqiptarë të cilët protestojnë dhe opozita padyshim është në krye të këtyre protestave, kjo është rëndësishme. Grevurisë është një element i një proteste, por nuk është se ajo është esenciale dhe diferencon pikërisht vullneti i qytetarëve për protestuar dhe ajo është në ngritje në Shqipëri. U bë 6 muaj nga bërja zyrtare e timit që SPAK ka ndërmarrë ndaj Ballukut. Çfarë humbi dhe fitoi mazhoranca dhe opozita nga kjo histori? Tu ka humbur rrallëpar Shqipëria një herë, sepse mos pranimi nga kjo mazhorancë nga Rama të veprojë drejtësia padyshim ka krijuar një handicap të madh me Bashkimin Evropian dhe me procesin tonë të integrimit evropian. Kanë bllokuar integrimin evropian. Pa ajo që dëmtohet në anë të parë është Shqipëria, timi realist. Padyshim, në anë tjetër këtu dëmtohet Shqipëria dhe në sensin tjetër që stimulohet korrupsioni. Që korrupsioni quhet i padënueshëm. Që kjo i jep zemër të gjithë atyre që duan të zhvillojnë korrupsionin dhe në kulisë të qytetarëve. Pra, ata që humbin nga një sjellje e tillë e këtij regjimi janë shqiptar, është Shqipëria, është imazhi i Shqipërisë, është procesi i integrimit i Shqipërisë, është zbatimi i ligjit në vendin tonë që po bllokohet në zbatimin e tij. Kjo është çështja dhe kjo është thelbësore. Punët me integrimin mbase janë sërish në pikën 0. Çfarë pritet të ndodhë tani dhe cilat janë propozimet tuaja mbi këtë situatë? Propozimet tona dhe ajo që duhet bërë është të bjerë ky regjim. Shqipëria të futet në rrugën e demokracisë, në rrugën e shtetit ligjor, në rrugën e luftës kundër korrupsionit, në rrugën e luftës kundër krimit, të politikave racionale të ndërkombëtare dhe rajonale. Pra, ky regjim është pengesa më e madhe e procesit integrimit të Shqipërisë. Ballafaqimi me këtë dhe kjo protestë pikërisht duke u ballafaquar me regjimin, jep mesazhin e qartë që shqiptarët duan integrimin, aspirojnë integrimin dhe prandaj ngrihen dhe kundër këtij regjimi i cili në një nga problemet e tij të mëdha, shumë të mëdha etike për Shqipërinë është dhe bllokimi i procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ku do të realizohen primaret për kandidaturat me zgjedhje? A jemi vonë me këtë proces? Jo, patjetër për zgjedhjet për kryetarët e degëve, për kryesitë e degëve, është një proces normal, kohor, që po zhvillohet normalisht në tërësinë e tij. Mbasi të mbarojë ky proces, që normalisht mbaron me zgjedhjen e kryetarit të partisë dhe me kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike, pastaj padyshim fillon përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme lokale. Por kjo nuk ndahet dhe nuk do thotë se në këtë momente nuk do vazhdojnë protestat dhe ballafaqimi me regjimin. Është domosdoshme. Dhe shpesh ngjarjet mund të precipitojnë shumë shpejt se sa ne mendojmë, pikërisht nga protestat e ndara të njerëzve, nga ballafaqimi me regjimin, nga kundërvënia ndaj regjimit. Kjo është jemi në një rrugë normale zhvillimit, po ta marrësh në këtë anën e brendshme të partisë. Në anën tjetër të protestave është një proces në ngritje për të ballafaquar me regjimin i cili ka shkatruar demokracinë dhe rrugën e integrimit evropian të Shqipërisë. A do të jetë Ali Mehmeti kandidati juaj për Tiranën? Mund të jetë, mund mos jetë. Kjo është një problem që Partia Demokratike do ta vendosë në kohën e caktuar, në momentin e caktuar, në format më demokratike dhe transparente saj, për të zgjedhur kandidatin që do jetë për kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Unë nuk preshtoj njerit as do asnjëherë, sepse realisht është një proces që do zhvillohet në momentin e duhur. Tashmë jemi në procesin e zgjedhjeve të brendshme në Partinë Demokratike, pastaj siç thash do jemi edhe në procesin e përgatitjes për zgjedhjet administrative. Kjo është t'jalëm kohës të gjë dhe vullnetit të Partisë Demokratike.
Humbja e Orban ka ngjitur shumë diskutime dhe tani syt janë drejtuar nga Tirana dhe nga Beogradi për marrjen fund të qeverive hibride. A thua se kjo do kohë të ndodh? Shiko, së pari unë do them të gjë që në Hungari fitoi një forcë qendrës së djathtë, të realisht pra e djatha është përsërinë në qeverisjen e Hungarisë dhe fitojmë në shumë të gjerë. Një djathtë e pro-europeiste dhe më afër Bashkimit Evropian se që ishte partia e Orbanit, i cili duke ishte i djathtë, po i djathtë që kishte disa probleme me Brukselin. Kjo moment tashmë u kalua dhe kjo unë e konsideroj pozitive një të tillë që Hungaria përsëri qeveriset nga e djathta, përsëri është qendra e djathtë dhe do jetë një faktor shumë i rëndësishëm dhe më i rëndësishëm se ka qenë ndoshta edhe brenda Bashkimit Evropian. Shqipëria e ka radhën Serbia dhe Shqipëria janë të lidhura nga regjimet që sundojnë në këto dy vende. Jo e pat artikullin Rama Vučić. Është një artikull i cili tregon pikërisht një lidhje dhe një dëshirë për të mbrojtur njëri tjetrin, ashtu si autokratët kudo në botë mbrojnë njëri tjetrin. Por problemi është se këtu është pikërisht problemi tek rezistenca popullore. Rezistenca popullore po ndodh, duhet shforcuar dhe njerëzit të kuptojnë që regjimet rrezohen me lëvizje popullore dhe me ballafaqim popullor të tyre. Ashtu siç shpresojmë që po ndodh dhe do ndodhë në Shqipëri, ka shenja të tilla edhe në Serbi, megjithëse janë shumë më të vakta, se Serbia ka një vizion tjetër, ka një approach tjetër. Shqipëria është një vend me një approach krejtësisht pro-europian, krejtësisht pro-perëndimor, për integrim europian e afërt me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra unë shpresoj që shpejt në Shqipëri të ndodhin ndryshimet. Shumë media dje atë që ndodhi në Hungari mes asaj që mund të ndodhë mes Berishës dhe Saljanit bën një paralelizëm. A ka një pikë lidhje apo thjesht është trajtuar si gjithnjë për interesa të vogla? Pa të lëm të gjëra, nuk as pikë lidhje, as pikë bashkimi. Partia Demokratike është një proces normal të saj të brendshëm, është proces demokratik të zgjedhjeve të brendshme dhe nuk ka asnjë lidhje me ato element që përmendët dhe me ato persona që ju përmendët. Thash, fatmirësisht në Hungari fitoi një parti e qendrës së djathtë dhe ne përshëndesim të gjë se Hungaria përsëri drejtohet nga politikat e qendrës së djathtë, qoftë politikat ekonomike, qoftë politikat sociale, qoftë politikat e jashtme dhe qoftë politikat e rolit të Hungarisë tashmë brenda Bashkimit Evropian. Dje presidenti Trump ka nominuar si ambasador në Shqipëri Erik Wendlin. Si mendoni se do të përkthehen ngjarjet në vend pas një mungese të gjatë pa një ambasador këtu? Unë shpresoj që sa më shpejt Shqipëria të ketë ambasadorin amerikan këtu, ka qenë një mungesë e gjatë, kjo është vërtet, ka kriju një boshllëk, unë do të jem shumë i sinqert për këtë gjë. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë partneri jon gjeopolitik kryesor më i madh, kështu që ka shumë rëndësi që të ketë ambasadori amerikan prezent këtu në Shqipëri. Unë shpresoj që procedurat e cilat e miratojnë deri në fund ambasadorin e ri që do vi në Shqipëri në Senat apo diku tjetër të kalojnë sa më shpejt dhe ai ambasador, ai zotëri, që unë e pash që ishte një zotëri me një CV mjaft të pasur, të vinë në Shqipëri dhe të kryejë në funksionin e ambasadorit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, një funksion mjaft i rëndësishëm për vendin tonë dhe për marrëdhëniet të Shqipëri-Amerikë të Shtetit Bashkuar, të cilat janë marrëdhënie thelbësore për ne. Skandalet të shumta që nxjerrën në pa çdo ditë mazhoranca, por edhe një thellim të tyre në shumë dimensione. Apo e përdor opozita siç duhet? Opozita po përdor rolin e saj. Opozita po përdor parlamentin, takimet me njerëzit, median se asistot këtu që jemi bashkë, protestat, përdor të gjitha elementet të cilat përdor një opozitë. Dhe tashmë unë mendoj se marrëdhëniet ndërkombëtare absolutisht opozita ka shprehur programet e saj, platformat e saj dhe po bën luftën politike duke realizuar të gjitha hapësirat që janë, por që janë shumë kufizuara, të jemi realist, sepse tillë është regjimi i Shqipëri i cili kërkon të bllokojë dhe të kufizojë veprimet e opozitës. Por unë pavarësisht nga kjo, unë besoj se opozita do ta çajë rreth të hekur që është krijuar ky regjim, që krijon ky regjim, këtë errësirë mediatike, errësirë informacioni dhe po arrin ta bëjë këtë punë me shumë sukses. Shumë faleminderit për intervistën. Faleminderit juve. Mirupafshim. Mirupafshim, ditë të mbarë.